Islami i ka për kufizimet e veta, kur thojna na forcë si mbas pikpamjes tonë, jo si mbas pikpamjes materialiste, se na i kena pikpamjet e tona. Tash, kur thojna na forcë, na kemi për qëllim gjithmonë forcën fizike dhe forcën morale. Kur thojna Ramazani është muji i forcës, në rand parë kemi për qëllim forcën morale. Qysh nuk është forcë morale? Kur një njeri vendos me braktis ushqimin, pijen, gjonat elementare të jetës, edhe i buzëqeshën, vazhdon jetën, jo nuk mundi me vlerësu se jeni musliman, ama mos harroni, agjerimi për njerëz që janë musliman është i frikshëm. Ai zguzon as me mendu, është i frikshëm. Pse është i frikshëm? Sepse lyp fuqi morale, është fuqia morale. A dhe të spjegum që qytetrimet, filozofia, Palestina, mos e harroni. Palestinën mos më harroni se Palestina është shembulli më i freskët për me tregu ku shkon morali, sa i fortë morali. Mos t'i kthejmë historisë na shqiptarët, jena shembull i gjallë në këtë drejtim se gjithmonë luftat kur i kena bërë pej luftave ballkanike, gjithmonë terena i na kanë më të dobët. Gjithmonë moralisht i na kanë më të fortë. Pse si na kanë vend tonin? Edhe gjithmonë ja kena dalë. Domthon lufta, aspekti moral është jashtëzakonisht i fuqishëm, edhe Ramazani është muji i forcës morale. Normal na pretendojnë që është edhe i forcës fizike, sepse asnjëherë nuk rigjenerohet trupi si në Ramazan. Po megjithatë, ajo që është në shkallë të parë është fuqia morale.